Kostoja e jetesës në mars të vitit 2025, krahasuar me marsin e vitit e kaluar, shënoi rritje prej 2,7%, ndërsa çmimet 2,2%, njoftoi enti shtetëror i statistikave. Nga ana tjetër, inflacioni i matur nëpërmjet indeksit të kostos së jetesës në mars 2025, krahasuar me shkurtin 2025, është më i ulët me 1,3%. Sipas statistikave, rënja e inflacionit në mars 2025 krahasuar me shkurt 2025 është rezultati i uljes së kostos së jetesës në grupet e mëposhtme, ushqime dhe pije jo alkoolike me 3,0%, transport me 1,8%, orendi shtëpiake dhe mirëmbajtje shtëpiake me 0,6%, pije alkoolike, duhan dhe shërbime të ndryshme nga 0,5% në 0,3%. Gjithashtu nga enti shtetëror i statistikave bëjnë të ditur se në muajin mars 2025, krahasuar me shkurt 2025, rritja e kostos së jetesës është vërejtur në grupet e mëposhtme: banesa, ujë, energji elektrike, gaze dhe lëndë djegëse të tjera dhe veshëmbathje me 0,4%. Restorante dhe hotele me 0,3%, komunikim dhe shëndetësi me 0,2% dhe rekreacion dhe kulturë me 0,1%. Ndërkohë, kostoja e jetesës në grupin e arsimit mbetet në të njëjtin nivel me muajin e kaluar. Çmimet me pakicë në muajin mars krahasuar me shkurtin e këtij viti janë më të ulta për 0,9%. Ministri i Ekonomisë Besar Durmishi përmes rrjeteve sociale ka vlerësuar se masat e Ministrisë së Ekonomisë dhe Punës po japin rezultat. Sipas Durmishit, çmimet e produkteve ushqimore bazë janë duke u stabilizuar dhe po shënojnë rënje. Durmishi tha se në nivel vjetor në muajin mars, inflacioni i matur përmes kostos së jetesës ishte 2,7%.